Ju përshëndes gjithve, konferenca për shtyp pas ndeshjes Shkëndija Slovan Bratislava, 2-0, fitoria 2 e Shkëndijës në Conference League, trajneri Jeton Beqiri gatshëm për të përgjigjur në pyetjet tuaja. Faleminderit për urimin, mendoj që ishte një paraqitje shumë e mirë e jona si skuadër dhe besoj që futbollistët me shumë precizitet kryejnë të gjitha ato detyra që morën para ndeshjes. Ne bëm analizë dhe kishim informacion dhe ide se çfarë stili të lojës praktikohen ekipi slovanit. Ju thash jam i kënaqur me lojën, jam i kënaqur me fitoren, por do kisha dashur që të kishim shënuar akoma më shumë edhe një gol për shkak se kishim raste flagrante të pastërta, po kështu e ka futbolli. Se përket situatës tjetër ku thoni që kemi siguruar, nuk pajtohem, me thonë ne kemi edhe një ndeshje, nuk varemi shumë nga rezultatet tjera, po shpresojmë dhe kam besim që skuadra edhe ndeshjen e fundit do bëjmë maksimumin. Nuk pajtohem shumë me këtë konstatim, nuk ishte ndeshja më e mirë, mendoj se ishte ndeshje spektakolare. Kështu që e mori përgjigjen. Besoj që ndikojnë shumë rrethana se e përket tifozëve, unë nuk do futem në analiza më të thella në situatat kur na janë dashur tifozët, ato gjithmonë na kanë përkrahur, veçanërisht tifozët më besnik ballistët. Besoj që me mënyrën se si luan Shkëndija dhe çfarë futbolli tregon çdo ndeshje, besoj që meriton më shumë tifoz. Do shpresoja që të fitojmë akoma më pikë, që mos futemi ke këto matematika. Patjetër, ne nuk lejmë asnjë gjë rasti se përket analizës skuadrave, të jemi sinqert, jemi fokusuar dhe jemi përqendruar krejtësisht te Slovan Bratislava, pavarësisht asaj unë një sy kam hundhur edhe tek AEK Larnaca, kam pa disa ndeshje që kanë lozur, bisedohet për skuadra shumë cilësore, për një kampionat shumë cilësor, por unë besoj që në këto nivele Shkëndija ka shanse për pikë të thuajse ndaj çdo skuadre. Nëse ne jemi, domethënë, në nivelin e duhur, në disiplinën që treguam sot gjatë ndeshjes dhe normalisht shpresojmë që edhe motivit e futbollistët për një performancë tjetër shkëlqyer besoj që do jetë i madh. Mirë, ju falenderoj gjithëve që ishin në këtë konferencë për shtyp, vërtet një mbrëmje mrekullueshme skuadrës së Shkëndijës. Uroj që natë dhe mbrëmje si kjo të përsëriten edhe në të ardhmen. Sigurisht që angazhimi jonë është javën e ardhshme në Çipro, do të jemi në transfert me skuadrën e AEK Larnakës në kërkim të një tjetër historie të kësaj skuadre.